Është çelur sezoni i hipizmit në Shqipëri, ku mbi 30 garues nga trojet shqiptare kanë marrë pjesë në garën e organizuar në Korçë. Vitet e fundit ky sport ka qenë në rritje për shkak të investimit për pista, organizimit të garave të ndryshme apo dhe promovimit të bërë nga Federata e Hipizmit. Dashamirës e garues tregojnë tashmë se ky sport po zërrënjën duke kërkuar që në të ardhmen të jetë një profesion apo të fitojë dhe çmime ndërkombëtare. Unë jam Junja Kavazi, jam nga Korça dhe këtu kam një vit e gjysmë që merrem me kuaj. Vit. Profe Uli. Po. E kam hobi. Gara sot në cele sezonit të hipizmit, nga Federata e Hipizmit, organizohet gara. Ka pjesëmarrës nga Kosova dhe nga Tirana që marrin pjesë në garë. Janë rreth 30 kalorës që marrin pjesë në kategori të ndryshme që janë për fëmijët, për të rriturit, edhe për me eksperiencë. Dorian Osmani, jam nga Tirana, po jetoj në Angli. Edhe vi nga Anglia, ka stile për të bërë mësime këtu. Kam sjellë edhe kalin tim dhe kam gjetur një mikpritje edhe një profesionalizëm shumë pa parë. Po, se vi vërdalën për Europë, për mësime, për kështu, po kur e pa shtu një vit para, rastësisht, bëra 2-3 herë mësime, posa erdhëm prapë unë edhe vajza ime, vim nga një muaj për të bërë servitje, arrim një muaj të tërë, edhe jemi shumë të kënaqur. Tani bëj 6 vite që jam marrë me këtë sport. Mund të them që është hyrje e ime dhe nuk mund ta imagjinoj veten time pa këtë sport. Në fillim është parë vetëm si koncept, po e shoh që ka filluar po rritet si sport dhe në Korçë. Ndoshta një trajnere hipizmi, ndoshta, është në planin B. Hipizmi, përveç se një sport, së fundmi në Juglindje shikohet edhe si atraksion i ri turistik.